Por kam një fije shpresë se historia nuk mund të rishkruhet. Kam një besim se këta 4 gjykatës që përbëjnë panelin që do të bije vendimin tash pas përfundimit, do të ulen, do të rezonojnë vetëm profesionalisht e juridikisht, nuk do të udhëhecen nga asnjë motiv politik dhe do të bijë një aktgjykim shfaqësues. Lejoni të them se çfarë do vendimi tjetër do të ishte një skandal ndërkombëtar në arenën e gjyqësisë, sepse praktikisht ndërtohet një akt akuzë krejt e pa bazë për gjoja një ndërmarrje të përbashkë kriminale për një gueril që në fakt jo vetëm që se ka pas shtetin mbrapa, po ka pas për qëllim kryesisht luftën shërimtare, luftën mbrojtëse, luftën për liri dhe pavarësi, e cila edhe është përbly me intervenimin e NATO-s. Sepse komplet ajo sakrificë, ajo luftë e drejtë, bëri që NATO të bombardoj Serbinë dhe një organizatë farë është NATO-ja absolutisht në asnjë variant apo në asnjë moment historik nuk do të ketë partneritet me një grup kriminal, çfarë i thotë gjykata speciale. Pra nuk është këtu vetëm mbrojtja e Kosovës, po edhe mbrojtja e NATO-s, mbrojtja e gjithë partnerëve ndërkombëtar që kanë kontribuar në lindjen e këtij shteti, në shëndërtimin e këtij shteti dhe të cilët akoma po vazhdojnë të jenë partnerë tonë në proceset e integrimit euroatlantik. Një pyetje krejt fundit mbi gjitha këto çështje që diskutuam në këto pak minuta sa patëm në dispozicion, cili kish me qenë një mesazh në këtë ditë feste, siç është kjo e pavarësisë Kosovës? Mesazhi im kishte me qenë që populli i Kosovës duhet me qenë i lumtur, krenar me pavarësinë e Republikës Kosovës, por klasa politike, partitë politike, lidershipi ynë politik duhet jetë përgjegjës për udhëheqjen e këtij shteti, për realizimin e të gjitha ëndrave të këtij populli, sidomos të ëndrave të atyre që ishin më kontributdhënësit për këtë shtet, pra dëshmorëve dhe martirëve të kombit, të cilët të ranë në altarin e lirisë me shpresën e një shteti të fortë, një shteti të fuqishëm, i cili do të jetë i hapur për integrime kombëtare dhe integrime euroatlantike.